A preferon Vjosa dhe Lumiri një koalicion me Albin Kurtin apo një koalicion me Partitë Opozitare? Vit kuqe për bashkëpunim, pas zgjedhor ka vetëm lista serbe, nuk kanë shqiptarët vit kuqe, ne duhet me ullë, me bashkëpunu, me gjetë ura komunikimi, me gjetë çka është e përbashkëta duhet me qenë interesi i Kosovës. A i beson në Timon Lumirit Vjosë shkurt, po jo? Shumë. Okej, nice. Po, shumë. Interesant ke kjo pyetje, pak me spec kështu dohet e thjesht po ka një propagim rana. Lumir. I fill njani, të nejnë me LTK-n. I fill. Lumir. Ke kalu në kohë të shtira. Të shtira jemi kohë në bashkë aty. Definitivisht. Lumir, tash është jemi në kohën e rrjeteve sociale, tash po i shohim organizimin e lincimeve, të shohim ofendimeve. A ka ndaj koment që thot diçka negative për ty dhe si tu, ka dalë se për një njëri kosa ashtu është. Ajo është negativitet, është kritikë me që na duhet më përmirësu vazhdimisht me kritikave. Absolutisht. Ne marrim kritika për njerëzve më dashur tonë. Mas shumë të ikëm na për njerëzve të mirë, që dojnë me të përmirësu. Pro kritika në bare mirë është normale, ofendimi, shamja, këta ne s'ka kuptim, se tani po te kalon edhe njerëzorën, plus ne jemi ekspozojmë politikisht edhe anëtarët tonë të familjes. Kemi fëmijë, nuk është lehtë, domethënë në këtë gjuhën toksike me mbjetu edhe si qenje njerëzore para se me qenë politikan. Në anën tjetër, përbes kjo ngarkesë që është bëhe madhe, nuk e përmirëson bre jetën. I kena 2 minuta. A kina e gazetar, tash du mishti fergan me gazetar, që kur të rënë telefon thua, qa me bo me to. është një farë fitan një pullë. Okej, në rregull, Vjosa, kina e gazetar që veç. Se bre lujra, po të ndash rajdi, nejse. Okej, hajtë që kemi në studio. Tash kena në shpit juj. Nuk vjen. Jo, okej. Vjos? Nuk ka nej farë gazetari që e do në kështu. A i to imitu Vjosin aty? Jo, Vjosin. Jo, tizi gati edhe pak. Atë ka imitu edhe ty, ja? Azi Fidanum të Halo, Pepo, ja nisa me kish. Azi Fidan që më do të gjera mërë. Tizi e pjazë. Ka mi thonë E kom, kërëna shkujnë që në Dush me shpejt. mimitu. Gjithë. Kena me zjetë një qik. Një pyetje e kom kështu. Krejt sa po sillet rreth këtyne mekanizme me kalkulimin e të koalicionit. A preferon Vjosa dhe Lumiri një koalicion me Albin Kurtin apo një koalicion me Partitë Opozitare? Ka 10 sekonda, kene se na shkun minutat. Hajde edhe 5 minuta pi marrëm, pi bëjmë 20, se ma vjeti mirë. Zina me nalë, hajde edhe në studio, mëse lene me si ka. Vit kuqe për bashkëpunim, pas zgjedhor ka vetëm lista serbe, nuk kanë shqiptarët vit kuqe, ne duhet me ullë, me bashkëpunu, me gjetë ura komunikimi, me gjetë çka është e përbashkëta duhet me qenë interesi i Kosovës, jo diçka tjetër. Sado që linçimi dhe propaganda që e kanë bo qeveria deri tash kundër meje është i paprecedent në historinë politike të Kosovës, por me gjithatë na duhet me gjetë forcën për me ecë përpara edhe me forcat politike në kuvendin e Kosovës edhe ato që janë forca politike shqiptare edhe pakicat të cilat e njohin Republikën e Kosovës, na duhet me gjetë një mënyrë që mi kriju institucionet, se bollmo me kriz pas krize, cilat e bllokojnë Kosovën edhe për brenda edhe për jashtë, edhe ja hupin komplet shpresën e perspektivën qytetarëve tanë brenda vendit. Kështu që me listën serbe asësi. A pajtohesh me Vjosën? Ne kemi diskutu këtë çështje, jemi dakordu. Domethënë nuk vlen fjalë që janë ajo knena është improvizim. Domethënë është gjithë çdo keni të çfarë të diskutuar. Po, e kemi diskutuar, edhe është organike, është e vërtetë, nuk është diçka e sforcuar. Ne besojmë vërtet njëri tjetrin, unë vërtet i besoj Vjosës. Jo. Edhe shëqoni, kur të kuptoni që vërtet bashkimi ynë është për një vizion ma të gjatë se sa një garë elektorale, që tharë kemi me kuptu pse kemi besimin e nalt, pse ndojmë mendimet e njëjta, jo pa tjetër 100%, po shumë zojnë që s'pajtohemi, që është normale, të s'mund pajtu me një antar të familjes, le më një bashkëpunëtor politik, po me Vjosën, përveç që kemi një kalume politike bukur të gjatë, pavarësisht dallimeve në kohë, për tjetër dojmë njëjtë Republikën edhe dojmë Kritika i ke ka njëherë. A je konë në emision të Fidani në herë kërë në kritikës? Jo. Ama pak, shumë pak. Lumiri shumë konsistent deklaratë. Qatë shkut këmë kritiku publikisht.